Kombëtarja shqiptare e vajzave ka vijuar përgatitjet në prag të ndeshjes së parë ndaj Walesit, e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2027. Në drejtimin e trajnerit Armier Grima, skuadra kuqezi është e përqendruar maksimalisht për të përballuar një nga kundërshtarët më të forta të grupit. Tekniku kuqezi thekson se skuadra është e vetëdijshme për vështirësinë e përballjes, por mbetet e motivuar për të synuar një rezultat pozitiv. Ne po bëjmë përpjekjet tona që të arrijmë bëjmë një përfaqësim sa më dinjitoz normalisht atje, po pretendojmë të marrim diçka, sepse ndoshta atë ku mendoj që kundërshtarja është shumë i fortë, ndoshta na del më lehtë për të marrë një rezultat pozitiv që ne e presim realisht. Po ne realisht përveç që ne kemi edhe Almahilin mungesë, normalisht kemi edhe Ndrina Lezën, kemi mungesa, nuk është se nuk kemi mungesa, por ne dim që forca e këtij ekip është grupi, edhe grupi edhe ka nevojë për këto lojtarë cilësore që na mungojnë. Ndeshja mes kombëtares së femrave dhe asaj të Walesit do të zhvillohet më 14 prill, duke nisur nga ora 20:15.